Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë për shëndetit tona sinqerta mbi vullën e gjithë pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që ndjekin dhe e pasojnë këtë rrugë deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë mësimet tona një pejgamberin sallallahu alaihi wasallam përmes virtyteve të tij dhe kemi ardhur tek mësimi i 51 ku Imam Tirmidhiu na flet për vdekjen e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe në këtë kapitull, Imam Tirmidhiu ka pru plot 14 hadithe që tregojnë për vdekjen e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe pikërisht përmes kësaj teme, Imam Tirmidhiu dëshiron të na tregon për këtë fatkeqësi që e ka goditur apo i ka goditur muslimanët. Ajo është pra vdekja të dërguarit të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për muslimanët nuk ka fatkeqësi më të madhe se sa vdekja e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Prandaj vëllezër, zemrat e sahabëve dhe shpirtrat e tyre ishin për zemrave më të buta. Dhe mu për këtë Allah subhanahu wa taala i ka nderuar dhe i ka zgjedhur që sahabët të jenë shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe mos të i ndahen shoqërisë me pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe të mësojnë prej haditheve të dërguarit të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur ndodhi kjo sprovë, kjo fatkeqësi, sahabëve ju duk shumë e rëndë, saqë disa prej tyre nuk e besonin, disa prej tyre kishin dyshime se atu vallë ka vdekur i dërguari i Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam apo jo. Dhe njëri për tyre ishte edhe Omeri radiallahu anhu, i cili nuk donte ta besonte lajmin e vdekjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam, ku ai mbi gjitha i kërcënonte ata të cilët thonin se ka vdekur i dërguari i Allahut, bile ai pra u thoshte atyre me fjalë që i akuzonte për monafiklëk, për shkak se nuk e pranonte vdekjen e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe Omeri radiallahu anhu thoshte ai i cili pretendon dhe thot se ka vdekur pejgamberi alayhi salatu wasalam, do ta vras me shpatën tim. Dhe kështu vazhdonin pra sahabët duke përshpëritur me një tjetrin, disa besonin e disa nuk besonin, përderisa vjen pra Ebu Bekri radiallahu anhu, i cili futet në dhomën e Aishës, pra aty ku ishte i vdekur i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, dhe pastaj kthehet në xhami ku aty pra Ebu Bekri radiallahu anhu e mbajti në fjalim, dhe ai fjalim i forcoi zemrat e besimtarëve, i zbuti shpirtrat e tyre që ata pastaj të pranonin se vërtet i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kishte vdekur. Pasi që Ebu Bekri radiallahu anhu falendron Allahun subhanahu wa taala para gjithë shokëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe lexon ajetin e Allahut tek surja Zumer 30, sigurisht që ti o Muhammed do të vdesësh një ditë, e sigurisht që edhe ata do të vdesin. Dhe pas kësaj Ebu Bekri radiallahu anhu e thot atë fjalën të cilën secili prej jush e ka dëgjuar apo edhe ka lexuar, ku thot kush e ka adhuruar, pra kush e ka adhuruar Allahun subhanahu wa taala, le ta di se Allah është i përhershëm, është i gjallë dhe nuk vdes kurrë, ndërsa i cili e ka adhuruar Muhammedin alayhi salam, vetëm se ai pra Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka vdekur. Dhe kur Omeri radiallahu anhu e dëgjoi këtë ajet dhe i dëgjoi këto fjalë të Ebu Bekrit radiallahu anhu, mendoi se ky ajet, edhe pse është në librin e Allahut subhanahu wa taala, të cilin shpeshherë ka lexuar, mirë po kur e lexoi Ebu Bekri këtë ajet para tij dhe para gjithë sahabëve, ju duk sikur se këtë ajet po e dëgjon për herë të parë. Pse ka ndodhur kjo? Për shkak të dhimbjes dhe dëmshurisë të madhe që sahabët e kanë pas ndaj të dërguarit të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj vetë Omeri radiallahu anhu kur e dëgjova këtë ajet nga Ebu Bekri radiallahu anhu pra Zumer, ajetin Zumer numër 30, thot nuk ka pasur njeri prej shokëve të pejgamberit alayhi salatu wasallam Medin, veç se e ka lexuar këtë ajet. Mirë po askujt nuk ju ka kujtuar për shkakun se ata pra kanë qenë të mërzitur dhe për vdekjen e pejgamberit alayhi salatu wasallam.
Dhe kështu, pra pas fjalimit të Abu Bekrit, pra sahabët, njerëzia e kuptuan se vërtet pejgamberi alayhi salatu wasalam kishte vdekur dhe e kuptuan realitetin dhe e kuptuan një fillim të ri dhe të gjithë sahabët, pra shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam e përjetuan këtë fatkeqësi dhe këtë ndodhi të vdekjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam me dhimbje të mëdha. Për atë i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë hadith që e gjejmë të saktë në Sahih el-Jamia, ku thot i dërguari i Allahut, thot nëse dikush sprovohet me ndonjë fatkeqësi, atëherë thot le ta kujtoj fatkeqësinë time mbi fatkeqësinë e tij, sepse vërtet vdekja ime është prej fatkeqësive më të mëdha. Dhe autori vëllezër e nis këtë kapitull me hadithin 385 nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, i cili thot: herën e fundit që e kum pa pejgamberin alayhi salatu wasalam ishte dita e hënë. Atëherë kur e ka hapur perdën, sepse i dërguari i Allahut ka qenë në dhomën e Aishës. Thot e shikova fytyrën e tij. Fytyra e tij thot shkëlqente sikurse të ishin fletë të mushafit, ndërsa njerëzit faleshin pas Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Dhe me të kuptuar se pejgamberi po i shikonte ata veç sa nuk e ndërprej namazin. Pastaj vazhdon duke thot: ai u bëri me shenjë që të qetësohen dhe të vazhdojnë me namazin ashtu siç ishin. Pastaj thot e mbylli perdën dhe në fund të pasoj dite vdiq pejgamberi alayhi salatu wasallam. Dhe këtë hadith e gjejmë tek Imam Buhariu dhe Imam Muslim. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, ju dini se ka qenë shërtori pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe plot 10 vite i ka shërby pejgamberit alayhi salatu wasallam, pra deri kur ka vdekur. Dhe Anas ibn Malik ka transmetuar hadithe dhe ndodhi dhe ngjarje për arsye se ka qenë njeriu më i afërt me pejgamberin dhe më i afërt me familjen e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Dhe ky hadith Anas ibn Malikut të vëzër na sqaron se i dërguari i Allahut ka vdekur ditën e hënë pas namazit të sabat, pra pak para namazit të drekës. Dhe sahabët e kanë falur namazin e sabat pas Ebu Bekrit, sepse kështu kishte urdhëruar i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra ditën e hënë kur i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka hapur perdën e tij dhe i ka pa sahabët të rreshtuar mbrapa Ebu Bekrit radhiyallahu anhu në safa të përulur, duke madhruar, duke falendëruar Allahun subhanahu wa taala dhe duke shpresuar shpërblimin nga i madhi Zot dhe duke u friksuar nga dënimi i tij. Dhe kur këtë e pa i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se gjithë shokët e tij, pra sahabët, ishin mbrapa Ebu Bekrit radhiyallahu anhu në namaz, buzëqeshi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot Enesi radhiyallahu anhu, thot buzëqeshja e pejgamberit alayhi salatu wasallam ka qenë një buzëqeshje sikurse që qesh njeriu. Dhe këtë i dërguari i Allahut, pra këtë buzëqeshje apo këtë qeshje e ka bë për shkak të gëzimit kur i ka pa shokët e tij, pra i ka pa sahabët të gjithë të rreshtuar së bashku mbrapa e Ebu Bekrit duke e bërë namaz. Dhe pastaj Enesi radhiyallahu anhu tregon. Dhe thot unë e shikoja pejgamberin alayhi salatu wasallam gjatë namazit dhe e përshkruan fytyrën e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Dhe thot se fytyra profetit Zotit ka qenë si kurse fletët e mushafit, sa i përket pastërtisë, sa i përket bukurisë dhe sa i përket shkëlqimit të fytyrës së pejgamberit alayhi salatu wasallam. Dhe pastaj i dërguari i Allahut thot el shej perdën, duke qenë i kënaqur me këtë pamje, pra që i kishte parë i dërguari i Allahut se gjithë sahabët ishin bërë bashkë dhe faleshin mbrapa Ebu Bekrit. Pra kjo ka bërë që fytyra profetit pra të ndriçonte dhe i dërguari i Allahut të qeshte dhe sytë e pejgamberit alayhi salatu wasalam u kënaqën kur i pa sahabët të bashkuar në namaz, dhe po ashtu edhe shpirti i pejgamberit alayhi salatu wasalam pra që rahatua. Ndërsa sa i përket namazit o vëllezër, i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjithherë dhe gjithmonë gjatë gjithë jetës së tij i ka kushtuar rëndësi të madhe namazit dhe e ka porositur umetin e tij për namaz. Sikurse kemi hadithin që e transmeton Aliu radhiyallahu anhu, i cili thotë se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam
pak para vdekjes, pra fjalët e fundit të tij kanë qenë kujdesuni për namazin, kujdesuni për namazin. Po ashtu gruaja e tij, pra Umu Seleme, nëna besimtarve, e cila tregon se fjalët e fundit, pra kur i dërguari Allahut veç sa s'kishte dhënë shpirt, fjalët e tij dilshin prej gjoksit të tij, thoshte namazi, kujdes për namazin dhe keni kujdes për ato që ju i keni në posedim, pra skllevrit e juj apo punëtorët e juj. Pastaj thot Enesi radiallahu anhu, i dërguari Allahut, pra elshej perden, kur ai i pa shokët e tij të gjithë të lidhur mbrapa e Ebu Bekrit radiallahu anhu, dhe pastaj po atë ditë, pra ditën e hanë, pejgamberi alayhi salatu wasalam pra ka vdekur. Vdekja pejgamberit alayhi salatu wasalam vëllezër ka qenë kohën e paraditës, pak para namazit të drekës. Dhe këtu ka konsenzus mesin e dietarëve. Gjithë dietarët janë të pajtimit se i dërguari Allahut ka vdekur ditën e hanë, pra pak para namazit të drekës. Fillimisht tham që në fillim se njerëzit kanë dyshuar rreth vdekjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe kanë kërkuar prej Ebu Bekrit që ai të vinte dhe ta vërtetonte vdekjen e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Për arsye se Ebu Bekri disa ditë gjatë smundjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam ka bërë pak më mirë i dërguari Allahut dhe me lejen e pejgamberit alayhi salatu wasalam Ebu Bekri ka shku tek familja vet që ka qenë periferi pak të Medinës. Dhe pastaj kanë shku dhe i kanë thirrë Ebu Bekrin që pastaj ai pra vinte dhe ta shihte profetin e Zotit Muhammedin alayhi salatu wasalam kur futet në dhomën e Aishës, e sheh të dërguarin e Allahut të mbuluar dhe Ebu Bekri pra ja shpalon fytyrën pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe e puth mes dy syve këtu pra në ballë dhe thot e lexon pra ajetin surës Zumer 30, sigurisht që ti o Muhammed do të vdesësh një ditë dhe sigurisht që edhe ata do të vdesin. Pastaj pra tham se Ebu Bekri radiallahu anhu e puthi pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe ju drejtua pra edhe sahabëve me fjalimin e tij, gjë që i zbuti gjithë zemrat e sahabëve për të pranuar realitetin, ajo ishte vdekja pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ky hadith madhështor i Enesit radiallahu anhu tregon edhe për vlerën e Ebu Bekrit radiallahu anhu karshi sahabëve të tjerë, sepse i dërguari Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e bëri që ai të jetë imam i sahabëve. Po ashtu ky hadith tregon se pas pejgamberit alayhi salatu wasalam khalifja i parë që do të jetë Ebu Bekri, sepse i dërguari Allahut pra e kishte dhënë përparësi Ebu Bekrit që ai të ishte pra imami i sahabëve, dhe tregon se sa i bindur dhe sa adhurues ka qenë Ebu Bekri në fenë Allahut subhanahu wa taala karshi sahabëve të tjerë. Dhe autori vëllezër e sjell hadithin 386 prej Aishës radiallahu anha, e cila thot pejgamberi alayhi salatu wasalam pejgamberin e kisha të mbështetur në gjoksin tim. Dhe i kërkoj një enë që të urinojnë të. Ja sollëm enën, urinojnë të, pastaj vdiq paqja dhe bekimi Allahut qoftë mbi të. Ky hadith i Aishës tregon për vlerën e saj. Domethënë, jo vetëm që po tregon momentet e fundit të vdekjes dhe vepra e fundit e pejgamberit alayhi salatu wasalam, por të njëjtën kohë tregon edhe vlerën e Aishës radiallahu anha. Përderisa kishte vdekur i dërguari Allahut në dhomën e saj, në ditën e saj. Prandaj ishte ajo e fundit Aisha radiallahu anha, e cila e kishte prekur trupin e pejgamberit të Zotit, duke qenë ende gjallë pejgamberi alayhi salatu wasalam, pra para se të vdiste. Prandaj fillimisht i dërguari Allahut ka kërkuar leje prej grave që s'mundin me kalu në dhomën e Aishës, në shtëpinë e Aishës. Dhe ato i kanë dhënë leje pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe i dërguari Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam pra mjekohej në shtëpinë e Aishës radiallahu anha. Dhe sa që e shihte veten të fortë, profeti i Zotit dilke në namaz, falke namazin me xhamat, ndërsa dy prej burrave e kanë bardh për krahu. Ai ka qenë Abasi dhe ka qenë Aliu radiallahu anhu, derisa komët e pejgamberit të Zotit kanë shkuar zhak dhe nuk është ndal
prej namazit me xhamat. Edhe pse i dërguari Allahut tham, ju ishte vështërsu sëmundja, ai ka dalë dhe e ka fal namazin me njerëz të tij, pra me sahabët e tij. Mirë po, një ditë për ditëve, aq shumë ju ka vështërsu pejgamberit alayhi salatu wasallam smundja, sa që i dërguari Allahut ka kërkuar që t'i sillnin prej 7 tasave ujë të ndryshëm prej grave të tij, dhe më pastaj para se të vinte koha namazit, pra lahej me atë ujë, dhe i dërguari Allahut e merrte vetëm dhe dilte në namaz, pra ju printe sahabëve faljen e namazit. Dhe namazin e fundit që pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka fal, ka qenë namazi ditës së xumës. Dhe prej asaj dite, pra i dërguari Allahut më nuk ka falur namazin me xhamat, mirë po ka qenë ai që ka falur namazin, pra e ka falur Ebu Bekri radiallahu anhu deri pra në ditën e hënë, pra pak para drekës, kur i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka vdekur. Aisha tregon dhe thotë se i dërguari Allahut ka kërkuar një enë me qëllim që të urinon në të. Thotë ne ja sollëm atë enë dhe pastaj urinoi në të, dhe pas kësaj pejgamberi alayhi salatu wasalam vdiq. Pse i dërguari Allahut ka kërkuar enën? Për shkak se ka gjetë vështirësi të mëdha për të ngritur në këmbë dhe për të kryer nevojat e tij fiziologjike. Për atë edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam ka urdhëruar që t'i vihet apo t'i sillet atij një enë për të kryer këto nevoja, e siç është pra urinim. Dhe autori i vëllezër na sjell hadithin 387 poshtë prej Aishës, e cila thotë: e kam parë pejgamberin alayhi salatu wasalam në momentet e vdekjes. Pranë vete kishte një enë me ujë. Në dorën e tij e fuste në enë, pastaj me ujë fërkonte fytyrën dhe thoshte: o Zoti im, më ndihmon ndaj mundimeve dhe dhimbjeve të vdekjes. Pra pejgamberi alayhi salatu wasalam, Aisha radiallahu anha po tregon atë si çfarë ka pa, se tham kjo ka qenë pra e vetmja dhe e fundit që e ka prekur trupin e pejgamberit duke qenë gjallë. Për ata ajo dhe i transmeton gjitha këto hadithe. Thot, enën që e ka pasur para vetit, ka qenë enë me të cilën ka pi ujë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dhe i dërguari Allahut pra i ka lag durrët aty, dhe pastaj e ka fërku fytyrën e tij pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe pastaj thot Aisha radiallahu anha është lutur tek i madhi Zot që të ndihmoj në vështërsitë e vdekjes, në dhimbjet e vdekjes, sepse vërtet i dërguari Allahut pra ka pas vështërsi të mëdha dhe dhimbje të mëdha, sikurse që na vjen hadithi pak më vonë. Po ashtu kemi hadithin tjetër që e gjejmë tek Imam Buhariu, që Aisha radiallahu anha tregon, më thon, pas vështërsive të mëdha që i ka pas i dërguari Allahut, e ka fladit veten e tij me ujë dhe thoshte la ilaha illallah, me të vërtet vdekja ka agoni. Sepse vdekja ka vështërsi, vdekja ka dhimbje të mëdha, vdekja ka vujtje të mëdha. Dhe pastaj Aisha radiallahu anha i dërguari Allahut e ngriti dorën e tij dhe thoshte në shoqërinë më të lartë derisa vdiq, dhe dora pra i lshu poshtë. Ndërsa me një transmetim tjetër te Imam Tirmidhiu, që është prej haditheve të sakta, se i dërguari Allahut është lutur duke thonë: o Zoti im, më ndihmon ndaj mundimeve dhe dhimbjeve të vdekjes. Pra këto vështërsi dhe këto dhimbje të vdekjes bën shkak që njeriu të pastrohet prej gjunave dhe mëkateve, dhe bën shkak që njeriu të ngritet sa më lart në shkallët më të larta të xhenetit. Dhe autori e sjell hadithin 388 prej Aishës radiallahu anha, e cila ka thonë: nuk e lakmoj askënd për vdekje të lehtë, pasi pash mundimet që i kishte pejgamberi alayhi salatu wasalam gjatë vdekjes. Pra e ka pasë sa ka vujt i dërguari Allahut kur ja ka dorëzuar shpirtin Allahut subhanahu wa taala. Dietarët e kanë komentuar këtë hadith dhe kanë thonë: me këtë hadith Aisha radiallahu anha dëshiron me tregu se vdekja e lehtë apo vdekja e vështirë nuk është shenjë e cila tregon për gjendjen reale të një personit. Pra nëse një person vdes lehtë, nuk mund të themi për ato se është njeriu i mirë. Por nëse një person vdes me dhimbje, nuk mund të themi se ky person nuk është i mirë. Pra nuk kuptohet, domethënë se në varësi të mënyrës së vdekjes na pastaj ta gjykojmë edhe personin. Pse?
sepse i dërguari i Allahut, vula pejgamberëve, i dashur i Zotit sa ka vujt. Dhe çfarë përjetimi ka pasur kur ai pra ka vdekur. Pra Aisha radhiyallahu anha po thot, nëse ndodh ose marr lajm se dikush ka vdekur me vdekje të lehtë, pa dhimbje, pa lodhje, këtë gjë thot unë as nuk e pëlqej dhe as nuk e lakmoj, sepse thot i dërguari i Allahut apo të dërguarin e Allahut e ka goditur vështirësia, e ka goditur lodhja në çastet e fundit të jetës së tij. Edhe pse vetë pejgamberi alayhis salatu wasallam ka qenë krijesa më ngritur, më e mira, më e dashur tek Allah subhanahu wa taala. Mirë po, ajo se çfarë e ka goditur të dërguarin e Allahut gjatë vështirësive dhe agonisë së vdekjes, siç është dhimbja, siç është lodhja, e tërë kjo ka qenë si shkas që i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pra të shpërblehet dy fish se sa pjesa tjetër e njerëzve. Dhe kjo ka ardhur në hadithin që gjejmë tek Imam Buhariu, që transmeton Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu, ku një ditë prej ditëve, pra sa ka qenë i smut i dërguari i Allahut, Abdullah ibn Mesudi shkon dhe viziton pejgamberin alayhis salatu wasalam, dhe Abdullah ibn Mesudi pra e prek me dorën e tij profetin e Zotit dhe i thot: o i dërguari i Allahut, vërtet ti paske dhimbje të mëdha. Dhe ja kthen pejgamberi sa më thot: ashtu është, thot, un kam dhimbje sa dy prej jush. I thot Abdullah ibn Mesudi: o i dërguari i Allahut, a do thot kjo se ti e ki shpërblimin dy fish? Thot po. Pastaj thot pejgamberi alayhis salatu wasalam: çdo musliman të cilin e godet një shqetësim, një smundje apo diçka tjetër, thot Allahu i shkund apo e pastron ato prej mëkateve, sikurse që i shkund pema gjethet e saj. Pra robin Allahu e sprovon, mirë po e pastron, dhe më thonë prej mëkateve. Dhe autori e sill hadithin 389, që transmetohet edhe kjo hadith për Aishës, e cila ka thonë kur vdiq pejgamberi alayhis salatu wasalam, shokët e tij ishin në dilemë se ku duhet varroset pejgamberi alayhis salatu wasalam. Dhe erdhi Ebu Bekri radhiyallahu anhu, i cili tha se e kam dëgjuar pejgamberin alayhis salatu wasalam dhe kët nuk e kam harruar kurr, dhe thot se e kam një duke thonë: Allahu nuk ja merr shpirtin ndonjë pejgamberi vetëm se në vendin ku ai dëshiron edhe të varroset. Dhe pastaj thot Ebu Bekri radhiyallahu anhu, thot: varroseni në vendin e shtratit të tij. Dilema sahabe kur ka vdek pejgamberi alayhis salatu wasalam, që kanë bo muhabet me zveti, kanë qenë dy pika. E para, atë varroset profeti i Zotit sikur se varrosen gjithë njerëzimi. Edhe e dyta, nëse varroset, ku duhet mu varros pejgamberi alayhis salatu wasalam. Edhe këtë dileme ka shëruar Ebu Bekri radhiyallahu anhu, shëshruesi, miku, shoku i pejgamberit alayhis salatu wasalam. Por atë dhe Ebu Bekri radhiyallahu anhu ka thonë: e kanë dëgju pejgamberin e Zotit duke thonë, dhe këtë nuk e harroj kurr, sepse aty ku ka vdekur, aty edhe duhet të varroset. Pra varroseni në shtratin e tij. Dhe pas kësaj fjale të Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, të gjithë sahabët pra u bazuan në atë se çfarë tha Ebu Bekri radhiyallahu anhu, pra duke njohur sinqeritetin e tij, dashamirësinë e tij, shoqërinë e tij, të dashurin e tij, mikun e tij, e kështu me radhë. Pastaj pra sahabiu nderuar Ebu Talha u ngrit, e largoi shtratin e pejgamberit alayhis salatu wasalam, dhe aty pra e çeli varrin, dhe aty u varros pejgamberi alayhis salatu wasalam. Dhe autori sjell hadithin 390 nga Ibn Abbasi. Po ashtu të njëjtin hadith e transmeton edhe Aisha radhiyallahu anha, që gjejmë tek Imam Buhariu, se kanë thënë pasi vdiqi i dërguari i Allahut, Ebu Bekri e ka puth atë. Pra paraprakisht e tregumna këtë hadith pak më gjatë. Pra kur i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka vdek, thamë Ebu Bekri ka qenë në shtëpinë e tij me gruan e tij në periferit Medinës. Dhe e kanë thirrë Ebu Bekrin, dhe Ebu Bekri ka ardhur, nuk i ka fol askujt, ka në xhami, ka kaluar për turmën e njerëzve, ka shkuar, ka pa pejgamberin sa të vdekur, të shtrirë, ja ka largu rrobën që ka pas byftyr, e ka puthur mes dy syve këtu në ballë pejgamberin alayhis salatu wasalam, dhe pastaj pejgamberi kjo puthje e Ebu Bekrit ka qenë puthje lamtumirëse
me të dërguarin e Allahut Muhammedin alayhis salatu wasalam. Dhe ulemaja dietarët e kanë nxjerr këtu një prej dobive dhe kanë thonë se prej këtij hadithi përfitojmë se është e lejuar që të puthet i vdekuri, nëse është nona, nëse është baba, nëse është vllau, nëse është e vladi, apo nëse është edhe ndonjë hoxh prej hoxhallarëve të mëdhej, sepse kështu ka vepruar pra Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Dhe autori i sjell hadithin 391 prej Aishës, e cila thotë: pasi vdiq pejgamberi alayhis salatu wasalam, hyri Ebu Bekri, e puthi mes dy syve të tij në ball, duart i vendosi në krahët e tij dhe tha: ah për pejgamberin, ah për të zgjedhurin e Allahut, ah për mikun tim. Këto fjalë të Ebu Bekrit radhiyallahu anhu ishin fjalë të dhimbjes që e kishte Ebu Bekri radhiyallahu anhu ndaj pejgamberit alayhis salatu wasalam. Dhe pjesa e funit e hadithit ku thot Ebu Bekri ah për mikun tim, vërtet Ebu Bekri ka qenë miku i pejgamberit alayhis salatu wasalam. Ka qenë ai i cili e ka shoqëruar tërkohën Mekë. Ka qenë ai i cili ka bërë hijretin bashkë me pejgamberin sa. Ka qenë ai i cili kanë qenë në shpellë së bashku. Ka qenë ai i cili ka rnu me ton Medinë. Ka qenë ai i cili ton kohën me të ka prezantuar në për luftra dhe në për betejë. Për atë dhe pejgamberi alayhis salatu wasalam thot: sikurse të zgjidhja dikë për umetit tim, për mik të ngushtë, do ta kisha zgjedhur Ebu Bekrin radhiyallahu anhu. Hadithi është tek Imam Buhariu. Dhe autori i vëllezër sill hadithin 392 nga Anas ibn Malik, i cili thot: në ditën kur në Medinë ka hyrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është ndritur në çdo gjë Medinja, ndërsa në ditën që ka vdekur është errësuar në të çdo gjë. Thot: nuk kishim shkundur ende pluhurin nga durët tona, që kur e kishim varrosur pejgamberin alayhis salatu wasalam, vetëm se filluam të mos e njohim veten ton, nuk kishin më ato zemra sikurse që ne i kemi njohur më parë. Hadithi është i saktë tek Imam Tirmidhiu. Pra, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu këtë hadith tregon vuajtjet e zemrave të sahabëve, vuajtjet e shpirtrave të sahabëve, të cilët e përjetuan këtë fatkeqësi të vdekjes së pejgamberit alayhis salatu wasalam. Pra, një fatkeqësi e rëndë dhe e madhja e humbjes apo vdekjes së pejgamberit alayhis salatu wasalam. Dhe kjo mërzi e sahabëve ka qenë hak, sepse ata kanë rënë me një person të cilin Allah e ka zgjedhur për profet, të cilët i ka zbritur pra shpallje nga Allahu subhanahu wa taala. Dhe Enesi radhiyallahu anhu tani këtu në këtë hadith po bën krahasimi. Kur ka hyrë profeti i Zotit në Medinë, çdo sen ka qenë mirë. Çdo sen ka shëndrit. Domethënë kur e ka bë hijretin prej Mekës në Medinë, krejt tjetër çka ka qenë Medina. Tot momentin do të kur vdiqi dërguari i Allahut, ai ndriçimi i cili ka qenë prezent, tot u shndrum në terr. U bë çdo sen e zymt, u bë çdo sen e vështirë për muslimanët. Saqë thot sahabiu i nderuar radhiyallahu anhu, thot: Allah nuk e kishim shkuar plunin për dorëve tona që e varrosën pejgamberin alayhis salatu wasalam, vetëm se na filluam mos me njoft veten tonë. A ishim çato njerëz me zemrat buta kur ishte gjallë profeti i Zotit, ndërsa me vdekjen e tij ndryshoi situata. Pse kjo ka ndodhur? Kjo ka ndodhur për shkak të dhimbjes madhe që e kanë pas sahabët ndaj pejgamberit alayhis salatu wasalam, dhe shumë rënd e kanë përjetuar vdekjen e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Dhe varrosja e pejgamberit alayhis salatu wasalam vëllezër nga sahabët tregon se i dërguari i Allahut ka vdekur. Dhe ky hadith dhe hadithe tjera janë argument ndaj atyre të cilët pretendojnë se pejgamberi alayhis salatu wasalam është gjallë, nuk ka vdekur. Sikur kjo tezë e tyre të ishte e saktë, do i bie se sahabët e kanë varrosur të dërguarin e Allahut të gjallë. Dhe këtë pretendim nuk e thot dhe as që e menon ndonjë mendje e shëndosh. Mirë po i dërguari i Allahut vdiq, ashtu siç tha Allahu në Kur'an tek sura Zumar 30, siç vdesin njerëzit tjerë, por ka vdekur me vdekjen e vërtet, pra duke pasur në konsiderat vdekjen e kësaj bote. Dhe autori sjell hadithin 393, ku thot nga Aisha, e cila thot se pejgamberi alayhis salatu wasalam ka vdek ditën e hënë, edhe ky hadith
pra tregon për vdekjen e pejgamberit të Zotit dhe tregon për ditën se kur pejgamberi alayhi salatu wassalam ka vdekur, dhe për këtë ditë të vdekjes së pejgamberit ka konsenzus mesin e dietarëve se vdekja e tij ka qenë ditën e hënë, po ashtu ka konsenzus mesin e dietarëve se edhe lindja e pejgamberit alayhi salatu wassalam ka qenë ditën e hënë, siç ka ardhur një hadith tjetër që e gjem tek Imam Buhariu. Aisha tregon se Ebu Bekri, pra baba i saj, më ka pyetur dhe i ka thonë cilën ditë ka vdekur pejgamberi alayhi salatu wasallam, ka thonë ka vdekur ditën e hënë. Autori e sjell hadithin 394 nga Jafar ibn Muhammad prej babës së tij, i cili thotë se i dërguari i Allahut vdiq ditën e hënë, qëndroi në shtëpi pa u varrosur atë ditë, gjithashtu edhe ditën e martë kurse në mbrëmje u varros. Ndërsa thotë Sufjan ibn Ujejne, dëgjoj zëri i shatave gjatë pjesës së fundit të natës, e që është për qëllim natës së mërkur. Disa prej dietarëve kanë tregu dhe kanë thonë arsyen pse është vonuar varrosja pejgamberit alayhi salatu wasallam deri në natën e së mërkurës, e që është për qëllim se m'ju mundsu gjithë njerëzve falja namazit të pejgamberit alayhi salatu wasallam, sepse njerëzit ja kanë falë pejgamberit alayhi salatu wasallam namazin grupe. Ndërsa dhoma e Aishës, ku aty ka qenë i dërguari i Allahut, ka qenë shumë e vogël, dhe në pamundësi për t'i nxonë gjithë, ata kanë shku grupe. Dhe disa kanë thonë për arsye se me dërgu sa më shumë salavate dhe sa më shumë e bë dua për pejgamberin alayhi salatu wasallam. Ndërsa gjem hadithin tjetër që është i saktë tek Imam Ahmedi prej Aishës, e cila thotë se vetëm atëherë kur i kam dëgju zërin në patave në fund të natës së mërkur, atëherë thotë e kam kuptuar se është varros pejgamberi alayhi salatu wasallam. Edhe ky hadith është argument që lejohet varrimi natën. Nuk ka të keqe nëse varroset natën. Është varros pejgamberi i Zotit dhe janë varros një numër i madh i sahabëve natën. Po ashtu lejohet edhe me vonu varrimin. Nëse, dëshiron që me të ardhur njerëz apo antarët e familjes tonë nuk janë afër, dhe ti dëshiron mi prit që ata me prezantuan varrim, nuk ka të keqe me vonu varrimin duke u bazuar në këtë hadith të pejgamberit alayhi salatu wasallam, dhe këtë urtësi dhe këtë dobi e kanë përmend pra ulemaja duke u bazuar në këtë hadith të pejgamberit alayhi salatu wasallam, edhe pse ata kanë thonë më mirë është shpejtimi, me shpejtu sa më shpejt. Dhe pastaj autori thotë e sjell hadithin 379 nga Anas ibn Malik, i cili thotë kur pejgamberi alayhi salatu wasallam i ndjeu pra dhimbjet e vdekjes, Fatimia radiallahu anha, pra qika vetë ka qenë afër dhe ka thonë, për mundimet e tua. Dhe i dërguari i Allahut thotë, për babën tënd nuk do të ketë më mundime pas ditës së sotme. Babai tënd i ka ardhur ajo për së cilës nuk mund të shpëtoj askush, takimi do të jetë ditën e Kiametit. Hadithi është i saktë. Pra Enesi radiallahu anhu tregon se kur kanë filluar profetit Zotit vështirësitë dhe mundimet e agonisë së vdekjes, qika vetë u kanë afër Fatimia radiallahu anha. Dhe dini se çfarë bën e vladi për babën. Kur e ka po se po mundohej gjatë vdekjes dhe dorëzimit të shpirtit tek i madhi Zot, ka thonë, për mundimet e tua. Pra ajo ka shfaq para pejgamberit alayhi salatu wasallam dhimbjen e saj, sepse ka po se baba e vet po mundohet, siç ka ardhur me një hadith tjetër tek Imam Buhariu, e që tregon se Fatimia ka thonë, dhimbja babës, dhimbjen që përjeton babai jam. Dhe i dërguari i Allahut çfarë i tha Fatimës? I ka thonë, pas ditës sot me babait nuk do të ketë më dhimbje. Nga se brenga, vështërsitë, mundimet e miqve të Allahut përfundojnë me vdekjen e tyre. Brengat, vështërsitë, mundimet e miqve të Allahut përfundojnë atëherë kur përfundon edhe jeta e tyre. Prandaj edhe në këtë hadith gjejmë se pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka shëru bijen e tij Fatimën me 3 gjëra. E para ka qenë se pas ditës sotme babait mo nuk ka me pas dhimbje. E dyta, babais tënd i ka ardhur ajo për së cilës nuk mundet me shpëtu kërkush, e që është vdekja. Dhe treta, takimi i jam dhe yti do të jetë ditën e Kiametit. Pra ne nuk të takohemi më në këtë dynjë, por se të takohemi në ditën e Kiametit
në një vend më të mirë. E lusim Allah subhanahu wa taala pra të jetë ashtu. Andaj të jetë ashtu për secilin prej nesh. Dhe autori e sjell hadithin e funit 398 për këtë kapitull, se tham janë 14 hadithe të pejgamberit alayhis salatu wassalam prej Abdullah ibn Abbasit, i cili thotë se e kam dëgju pejgamberin alayhis salatu wassalam: kujdo për umetit tim që i paraprin apo i vdesin 2 fëmijë të vegjël, Allahu për shkak të vdekjes së këtyre 2 fëmijëve të vegjël ka me fut në xhenet. Aisha e ka pyet, i ka thonë: o i dërguari i Allahut, po nëse vdes edhe një, do thonë jo 2, po një, pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thonë: edhe nëse vdes edhe një. Pastaj Aisha radiallahu anha i thot: o i dërguari i Allahut, por nëse nuk i ka vdek asnjë fëmijë, po nëse s'ka pas fëmijë, ose nuk i ka vdek asnjë fëmijë i vogël, atëherë pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thonë: unë kom i parapri atyre. Dhe pastaj thot, kom i parapri atyre në xhenet. Pastaj thot, ata nuk kanë për t'i goditur, ata nuk kanë për t'u goditur, mendoni fatkeqësi më të madhe se sa vdekja ime. I dërguari i Allahut tha: kujdo që i vdesin 2 fëmijë ose 1 fëmijë, ai ka me hinë xhenet. Do të thonë është për qëllim fëmijët para se me hinë bylyk, para se me hinë pubertet, para se me arrit moshën e pjekurisë. Prandaj sprova umetit me humbjen e pejgamberit alayhis salatu wassalam është prej sprovave më të mëdha që e ka goditur këtë umet, dhe kjo sprovë e vdekjes së pejgamberit është sprovë më e madhe se sa vdekja e vlatëve tanë, sepse ne e shuajmë dhimbjen tonë duke kujtu vdekjen e pejgamberit alayhis salatu wassalam, sikur se ka ardhur një hadith tjetër e që është tek Imam Muslimi, që transmeton Ebu Hurajra radiallahu anhu, i cili ka thonë: betohem në atë në dorën e cilit është shpirti i Muhamedit, se do t'ju vinë një kohë kur nuk do të më shihni, dhe si rjedhoj që të më shihni do t'jetë më dashur për ju se sa familja dhe pasuria juaj. Prandaj çdo kënd që e godit ndonjë sprovë e vdekjes të njerëzve të tij të afër apo të atyre që ai i don, le ta kujtoj vdekjen e pejgamberit alayhis salatu wassalam, sepse kjo është pra fatkeqësia më e madhe që i ka goditur musliman. Ky është dersi jon për sonte. Allah i shpërbleft me shpresë që të takohemi në dersin e radhës, ku do të flasim për trashëgiminë e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Pra na ka mbetur plot edhe 2 mësime për të përfunduar edhe librin të cilin e kena nisur gati 1 vit e gjysmë. Allah i nderoj.